Tregohet se një burr, babai i tij ishte në moshë të thyer dhe ishte mërzit nga shërbimi që i bënte prindit. Dhe vendos, thot do shkoj, e tregojnë këtë ngjarje pra herët, thot do shkoj edhe ta hedh, ta therr thot në shkretir. Dhe e merr babain e tij, moshuar, merr në krahë dhe niset. Kur shkon, ndalon në një vend, thot, i drejtohet babait i tij, thot, o birë, çfarë kemi plan me po? Thot, do të therr. Thot, nëse mundesh, mos më therr këtu, më therr pak më andej, sepse aty, thot, e kishte therr edhe ky babain e tij. Subhanallah. Allahu i lartësuar i jep afat zullumqarit, por nuk e neglizhon, nuk e toleron. Dhe lumë për atë njeri i cili e merr dënimin në dynja, se o Zot na ruaj dënimi i ahiretit. Allahu na ruaj zjarri i xhehenemit. Allahu na ruaj nga padrejtësia. Dhe Zoti na ruaj nga padrejtësia që mund t'i bëjë dikush prindit të tij, për cilin Allahu subhanahu wa taala në Kur'an porosit që mos me adhuru askënd përveç tij dhe me u sjell mirë me prindrit. Lumë për atë njeri i cili ka prindrit gjallë dhe mundohet t'ju a bëj hysmetin, t'ju a bëj respektin, se vjen hadith profetit alayhis salam, kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Zoti na boft për atyre që i respektojnë prindrit. Amin.